ma e men, Allahu din të zina. Asa në të krahu shejen, wa khairun lakum, wa asa në të hibbu shejen, wa sharrun lakum. Ndodhë që, jo me dash diqka, pa nuk ka mirë për juve. Ndodhë që, jo me urej diqka, o mirë për juve. Qysh bre? Kjo komplet është përmbysje e peshoreve. Komplet. Ku është qetësia? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ai din, ti s'din. Që kështu dush me rënuma për në gjithë. Ai din, s'di ju në. Ai din. Ama për me dhonë kësi përgjigje para hike njetë që qëtësën zemrën, pa u pastru, s'ka. E nuk ka pa u pastru. Jo. Përndaj të nërëzër, pastrimi i mendjes, i zemrës, që të funksionën mirë në raport me Allahun xhallahu, gjithë më nëse ti mirë e ki. Krejt që ka Allahu bën ka urësi dhe ka drejtësi dhe ka mirësi apo. Qështu e ki bërç me thonë, apo, e ki bërç me thonë, se me thonë dryshe, mos vet puna, apo. Po edhe ki bërç me jetu qështu, e kjo fazë me avancuar. Kjo është fazë me avancuar. Me jetu me këtë thënje, është fazë me avancuar. Se letë është me e thonë, po fështirë është me jetu. Andaj ne të shumë që të avancohemi, apo një hapë më tutje, që në ashtyn nga deklarimi në organizim, nga pohimi në bindje dhe në qetësim, që atje dojnë me shkuna, e që kjo është aja që po flasë për pregaditje. Na dojmë që kur të kyet Ramazani, që tani me pregaditje dhe me Ramazan, me pastru mendjen, që kur mënën për Allahun xhallahu ala me menu veç mirë.